20, sot kam të ftuar një grua, një karrieriste me plot kuptimin e fjalës, një grua jashtëzakonisht të zonjë në shumë profesione, shumë dimensionale në secilin aspekt, duke e përfaqësuar në mënyrën më të mirë të mundshme. E njohim sikur pianiste, por e njohim edhe sikur profesoresh në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin e Arteve, më saktësisht në degën e artit muzikor. E njohim po ashtu sikur koordinatorit të ngjarjeve të ndryshme muzikore nga koncertet e ndryshme. Tashmë do të vijë edhe një së shpejti për nder të ditës së 9 majit, ku do të organizohet sigurisht për ditën e Evropës Shopping Piano Fest, një festival tashmë tradicional që na sjell gjithmonë risi dhe na sjell madje edhe ata artistët më të mëdhenj botror ku vinë në Prishtinë të performojnë. Kaq për këtë përshkrim sa do pak të shkurtër, ndonë se ka ende, sepse një kontribut të jashtëzakonshëm jep tashmë edhe në çështjet e ndryshme sociale dhe politike. Me mua sot në studio është zonja Besa Lusha. Përshëndetje, mirë se vjen moment. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën, Glisa. Moj zonja Lusha u lodha duke të gjitha titull. Një shembull i vërtet. Shumë mire për mblodhe. Nuk e besoj që kam arrit, sepse ka ende, po do t'i diskutojmë gjatë bisedës. Dërgoj se je fillimisht. Mirë, kam qenë diçka këto, kjo pranvera vjen me këto ftofjet si duket. Një javë jo fort e lehtë, po më duket që pak edhe prej obligimeve të festivalit u mobilizova për me u rekuperu ma shpejt, sepse kemi shumë punë për përgatitje, po e kalushme. Kanë betë edhe pak ditë ku jemi me përgatitje? Mirë, ne fillojmë me 8 maj në sallën e amfiteatrit. Gjithmonë, tashmë këto 3-4 vitet e fundit e kemi bërë traditë që bashkë me Komisionin Evropian në Kosovë, ky është një ndër manifestimet qendrore për nder të ditës së Evropës, me mbështetjen edhe të Komisionit Evropian, e bëjmë bashkë këtë koncert hapës. Kësaj herë, domethënë këtë vit, rastis që Polonia e kryeson edhe Bashkimin Evropian në këtë fazë, edhe i shënon 21 vite prej kur është anëtare e Bashkimit Evropian. Marrëdhëniet e Kosovës dhe të Polonisë, të dy shteteve tona, kanë qenë gjithmonë të mira, është një ndër vendet ndoshta të para të asaj ane që e kanë njohur Kosovën, por për arsye nuk e di, ndoshta teknike, politike, ende nuk, domethënë deri vonë nuk janë zhvilluar marrëdhënie diplomatike. Kohëve të fundit, tash kemi misionin e Kosovës në Poloni, edhe në muajin e kaluar isha në vizitë me ftesën e shefit të misionit zotit Driljan Ngashi, edhe autoritetet polake ishin shumë të interesuara dhe të habitura për të mirë që në Kosovë ekziston një festival Chopin, një shoqatë Chopin, sepse Chopini, siç e dim, është një farë mënyre krenaria e Polonisë, edhe kretë këtu një farë mënyre u kombinua aq mirë, po kretë rastësisht, ne edhe hapim festivalin me një pianiste polake, që është kryetarja e shoqatës Chopin në Varshavë. Ne bashkë të gjitha shoqatat e Chopin në përbotë, jemi anëtarët Federatës ndërkombëtare të shoqatave Chopin, e Federata është anëtare e UNESCO-s, në thonë Këshillit të Muzikës në UNESCO. Kështu që jemi shumë krenar që jemi anëtarë të asaj familje të madhe, dhe kur krejt këto u bashkuan, ky shënim një farë mënyre ka dy karaktere, pak edhe normalisht kulturor, për shkak se e shijojmë për një performancë të mrekullueshme të kësaj pianiste, por edhe pak diplomatik, politik, për shkak se edhe institucionet tona, institucionet e BE-s, por edhe nga Ministria e Punëve të Jashtme të Polonisë, kanë dërguar një përfaqësues për ta hapë në atë pjesën zyrtare, të themi. Kështu që besoj që kjo është një kontribut shumë i mirë i festivalit edhe në relacionin e diplomacisë kulturore. E fillojmë këte, prandaj edhe përgatitjet janë, tash kemi edhe pak ditë që na kanë mbetë. Përgatitjet në aspektin programor janë përfunduar gjitha tash me kohë gjatë. Profesoresha Leila Pula, që është drejtoresha artistike e festivalit, e ka kry këtë punë mjaftueshëm herët. Ne tash kemi pak punë teknike, jo me përgatit sallën, jo me zbukuru pak, jo me rregullu ndriqimin, zërimin, gjitha aspektet, domethënë që me qenë sa ma perfekt për këta artistë mëdhaj që për ndryshe këta shkojnë, koncertojnë në për salla prestigjioze, gjitha ndej në për botë, e ne ndonjëherë paka shumë turprohemi dyqysh se ku kemi me i ofru edhe instrumenti nuk është aq i kvalitetit mirë,
Jemi shumë të lumtur që Ministria e Kulturës ka njoftu që ka porosit disa piano të reja, kështu që menzi po i presim që kur të mrin, së paku vitin e ardhshëm të kemi domethënë instrumentet e mira. Kështu që këto përgatitjet pak janë ma stresuese derisa të fillon. Ke parasysh sikur ndarësën derisa të bosh gati. Mandej fillon muzika dhe mandej lëshohesh edhe thu u bo çka u bo. Ndodhi çka ndodhi. Me rëndësi audiencën e kemi të mirë, janë shumë të interesuar, qysh tash kanë fillu mu interesu me pyet, të gjitha koncertet janë gratis, artistët vërtet janë që për herë të parë vinë në Kosovë, shumica prej tyre kemi dhe disa që i kemi rikthy për shkak se janë edhe miq të festivalit, por ja vlen do thotë me i rikthy. Shumica 80% pothuajse janë që për herë të parë dhe janë artistë me të vërtet nuk po e teproj kur po e them që janë artistë të skenave botërore, për shembull me 14 maj kemi violinistin Benjamin Schmidt edhe pianistin austriak Markus Schirmer. Është krenari për Prishtinën, për Kosovën, që ata vinë me performu, do më thonë, mjafton me hy me ju lexu biografit edhe me pa se kush po vjen me lujt këto. Mandej me 16 maj kemi një pianist hungarez, me 17 kemi 2 artiste nga Kroacia që janë arbreshe të Zarës, vinë me një program shumë simpatik me këngë arbreshe kroate, do më thonë të asaj pjese, me zë dhe me gitarë. Me datën 20 kemi një pianist franqez i cili vjen, po ashtu është fitues i garave të shumta, luan një program jashtëzakonisht bukur edhe për nder të 150 vjetorit të Maurice Ravel, kompozitorit, një kryevepër të tij, Gaspar Delanoui. Mandej me 22 kemi një duet me 2 pianistë italian, njëri prej tyre është Vovka Ashkenazi, tjetri është Luka Raska. Vovka Ashkenazi është djali i pianistit të njohur botëror, legjendës Ashkenazi, mjafton me hin Google edhe me këshyr kush ka qenë ai pianist, me origjinë janë ruse, por do më thonë që kanë jetu gjithmonë jashtë dhe janë artistë për masave botërore. Mandej me 26 kemi një pianist nga Ukraina, Vadim Kolodenko, edhe ajo është fitues i garave të shumta pianistike. Sigurti që u lodhe, do më thonë 3 fish ishe lodhe, veç me ja u lexu biografinë edhe çmimet edhe arritjet që i kanë. Por gjithsesi meritat i takojnë juve, sepse jeni në krye të organizimit. Po valla profesoreshës Lela me të drejtë. Po dyshim i gjithë ekipi. Mu kësaj pjesës tjetër mandej, implementimit. Edhe mandej me datën 28 kemi 2 artistë shqiptar nga Shqipëria që jetojnë njëra në Belgjik, Ana Naçe, soprano, Zamir Kabo jeton dhe vepron në Austri, ata 2 bashkohen në Kosovë për të na dhënë një program shumë të bukur me zë dhe me piano. Edhe me datën 30 kemi pothuajse një farë kulminacionit për muajin maj, sepse kemi bashkëpunimin tradicional me Filharmoninë e Kosovës, ku pianistja Sofia Guljak dhe dirigenti Peter Valentović që kanë qenë mysafir të vitit të kaluar të thotë edicionit, edhe Filharmonia i ka ftuar si vjet që të performojnë bashkë koncertin për piano orkestër nga Tchaikovsky. Ajo do t'jetë vërtet një mbrëmje kulmore, po them. Tani pak kemi disa mbrëmje që janë të kushtuara talentëve 3, studentëve, me 2 janë nxënësit e vegjël nga shkollat e muzikës në Kosovë, me datën 3 janë studentët, nga gjitha profileve të ndryshme. Me datën 5 kemi artistët nga Kosova, janë 3 duete me artistët tanë që do të na dhurojnë momente të bukura, Alba Muçolli, Suzana Jakupi nga Universiteti i Pejës, do të thotë Fakulteti i Arteve në Pejë, mandej Ardiana Bytyqi Ismaili që është mezzosoprano me Andi Duraku në piano, edhe Leila Beqiri Vula, një flautiste e jashtëzakonshme, e cila është nga Tetova, por jeton dhe vepron në Kosovë, të cilën e shoqëron në piano pianisti Melios Buza, dhe mandej me 6 kemi një mbrëmje latine, Kuba, nga një pianist po i cili vjen nga, është me origjinë nga Kuba, është shtetas suedez, edhe përfaqëson Suedin në këtë edicion, për herë të parë fillojmë një bashkëpunim me Suedin, mirë po do të ketë edhe një bashkëpunim me Meliosin, një vepër për 4 duar, po Krit Mbrëmje është do më thonë në atmosferë
latine, vepra për piano nga kompozitor të asaj pjese, po themi, të Amerikës Latine. Një kështu mbrëmje shumë freskuse për ta përmbyllur me datën 9 qershor me pianistin legjendar Peter Donohoe. Peter është një mik i festivalit, ai vazhdimisht kërkon me ardhë. Pavarësisht ku performohet. Po, ndonjëherë detyrove me thonë, jo, kësaj here po pushojmë pak, por kësaj here me se ishte 15 vjetori, e kemi ndëgju me recitalet e shumta, e kemi ndëgju edhe me orkestër, e kësaj radhe vjen me një recital shumë special për audiencën e Prishtinës, të cilët edhe e njohin, edhe e duan, edhe e qmojnë. Edhe me këtë e përmbyllim edhe edicionin e 15. Do të kemi edhe disa aktivitete kështu anësore, të themi, masterklase me pianistë të shuar. Kjo është edhe një diçka e mirë, sepse për shembull këta pianistë që vinë, përpos që performojnë, edhe njerëzit tonë e shijojnë këto performanca gratis, edhe studentët, nxënësit kanë mundësi që pa pagesë gratis të punojnë me ta, përndryshe këto masterklase kushtojnë shumë shtrejt, edhe kur bëhen jashtë, është edhe udhtimi dhe gjitha ato, dhe ne i sjellim këtu në mes të Prishtinës për t'i ndihmuar talentëve tonë që të kenë një orientim, po themi një zhvillim profesional, disa vrejtje, sugjerime se si ta përmirësojnë teknikën e tyre pianistike, të themi, edhe kjo është një vlerë e jashtëzakonshme që e sjell festivali. Një agjendë ngarkuar për një program shumë i pasur, gjithë ata që ta kenë rastin unik të vinë edhe t'i përcjellin nga afër, me të vërtet një shansë që nuk duhet humbur. Edhe një diçka ndoshta që harrova, do ta kemi edhe një tryezë për herë të parë në bashkëpunim me X, me iniciativën për stabilitet, sepse ligji i ri i kulturës i trajton artistët e pavarur, ose artistët si kur person juridik, të më thonë, munden edhe me qenë vetë punësum edhe me funksionu një familje vetë. Edhe ne, duke ditë që në Evropë ka shumë direktiva, ligje dhe ka standarde, po themi, cilat e ndihmojnë pra që artistët të sillen edhe të trajtohen në mënyrë të tillë, do të organizojmë një tryezë për të pasur qysh mundet këto ligjet tona që i kemi bërë me u përshtat me atë agjende dhe për shembull cilat janë sfidat që artistët si të vetë punësuar i kanë raport me ligjin e punës, me marrëdhëniet në punë, do thot me sigurimet shëndetësore, sepse është ndryshe kur je duke punu dikun, e ndryshe është kur je duke punuar një familje edhe kur s'ke punë të rregull, kur ke për shembull her pas here, koncert pas koncerti, pra është një natyrë tjetër e marrëdhënieve të punës për artistët që kemi menduar që ja vlen me diskutu si vjetë me ekspertë të ndryshëm. Gjithë këtë lojme ka që zbukura në fushën e artit, në anën tjetër, na vjen ndoshta edhe si një shuplak fytyrës sonë, indeksi i reporterëve pa kufi, që na liston në vendin në 99. A e merituam? E pash, po dhe e bëra dhe një mendim, kështu e shprejha një mendim timin ndishëm. Është pak e çuditshme, me thonë të drejtën. Pse është e çuditshme? është e vërtet që kemi pas një farë lloj situate jo shumë të mirë me mediat. Kemi pas një farë beteje, të themi, mes mediave dhe sidomos autoriteteve. Kemi pas një farë mbyllje të kësaj qeverie, ose një farë lloj përzgjedhje, domethënë. Pas edhe reagimet e ndryshme. Në anën tjetër, për shembull, institucionet e kanë përdorur shumë Facebook-un si një lloj kanali ku kanë transmetu edhe mbledhjet e qeverisë, edhe vendimet, edhe gjitha. Kështu që, domethënë, një farë mënyre, nuk mund të themi që s'ka pas transparencë plot për shumë gjëna, kur edhe mbledhjet e qeverisë, edhe gjithçka është komuniku përmes komunikata, por nuk ka pas dialog, nuk ka pas përballje, për shembull të politikave të ndryshme të ministrëve. Megjithëse në shpesh në emisionet që organizohen kemi pa, domethënë përfaqësues të institucioneve që kanë shku, kanë debatu me, themi, me analist, me opinionist, me ekspert të ndryshëm. Në anën tjetër, mediat vazhdojnë me raportu, vazhdojnë me pas debate, emisione ku ndonjëherë edhe shprehen ma shumë se që lejohet për shembull të shprehen në media. Kalojnë ndonjëherë edhe njerëzit që janë për emisione kufit e etikës, por ne nuk kemi pas, domethënë, raste që shka Serbia ta zëmë vrasje të gazetarëve, ose në Malta kishim, domethënë, rastet ku
gazetarët një farë mënyrë janë vrarë për të heshtur skandalet. Ne kemi pas fërkime, mund të themi. Kemi pas për shumë një tentim që jashtë logjikshëm të papranueshëm për me mbyll një medium të zamë, mi po reagimi i shoqërisë, reagimi i institucioneve profesionale, i shoqërisë civile, i njerëzve, ka qenë shumë i mirë, edhe ka ndalu, ka parandalu dhe më thonë aksione, për shembull, ka pas reagime të organizatave profesioniste, përfshi edhe asociacionin e gazetarëve, ka pas mobilizim të gjithë akterëve, edhe është kthy situatë, dhe më thonë nuk është leju një gjendje e tillë. Po ashtu kur bëhet fjala për shembull për Këshillin e Pavarur të Media, kemi pas reagime saqë është shku deri në ndaljen e ligjit. Kur ishte puna për mbledhjen që ishte komisionit përsëri të pavarur për ndrimin e drejtorit, kryetarit, që ishte, do më thonë, pat një parregullsi të gjithë njëzëshëm reaguam. Kur ka pasur sulme ose etiketime të personave nga autoritetet ndaj mediumeve, ndaj gazetarve, të gjithë kemi reaguar. Kështu që një farë për mu është pak me fasu se ti kur e ke këtë liri për reagim, edhe për konfrontim, për ankimim, për mbrojtjen e fjales së lirë, atëherë një farë është shumë e çuditshme që kemi ra deri në fund. Na e dim që është realitetin në Shqipëri, e dim që është realitetin në Serbi, e dim edhe që është në disa nga vende tjera. Edhe një farë duke e pa këtë ambient, është qyshe pa besueshme që na jemi rangu të fundit. Por unë duke e ditë metodologjinë e këtyre raporteve, është shumë e rëndësi dhe më thonë edhe qysh përgjigjen, percepcionin do njerë, kur ti shesh shumë lajme për kësi betej, se ne nuk po e mohojmë që s'ka ndodhur, dhe më thonë, që si shtash fërkime, lloj përplasje të themi në mes të medjave edhe të autoriteteve, tani krijohet një farë përshtypje, dhe më thonë që mungon plotësisht liria, por me vetë faktin që ne për çdo natë po ndëgjojmë, po bisedojmë, edhe në mënyrën më të ashpër ka opinionistë që përdorin edhe etiketime, terma për përfaqësuesit e domethënë qeverisë, deputetët e ndryshëm, dhe a keni parë që është burgosur dikush ose që është dënuar dikush për fjalë të tilla? Shumë pak. Kështu që një farë mënyre është një lloj lirie, ekziston një hapësirë ku secili mundet me shpreh mendimin e vet. Duket që na po ankohemi pse s'po ka më shumë përballje, pse s'po ka më shumë debat në mes të palëve të polarizuara, edhe shpresoj që në vend se me ja hudh fajin, kush e ka fajin, mundemi mobilizu si shoqëri, secili në mënyrën e vet, edhe me përmirësu këtë në të ardhmen, sa ma shpejt që është e mundur. Gjithmonë njëri nuk duhet më frigu prej kritikës. Kjo është mesazhi që i dërgojmë edhe institucioneve, sepse dallohet, domethënë ofendimi, linçimi, etiketimi prej kritikës. Kur dikush thotë kjo punë nuk është bërë mirë, nuk duhet me u frigu as, nuk duhet me etiketu me njerë që vjen prej një kampi ose prej një kampi tjetër vetëm se e ka bërë kritikën. Duhet me marrë kritikën me mirëprit, edhe me shiku. Nëse ki kundër argumente për me kthy, e thonë s'është ashtu, e kthen. Nëse e sheh që ka argumente, e pranon edhe mundosh më përmirësu. Kjo është rruga që duhet ndjekur. Përndryshe, nëse ne vazhdojmë me mohu realitetin që ka probleme, vazhdojmë me ja hudh fajin e një tjetrit, do thot për këtë rezultat kaq dopt, atëherë na veç e thellojmë edhe ma shumë krizën edhe nuk e përmirësojmë situatën. Në fakt, neve na liston mos keqti në 15 vitet e fundit, në pozitën 99 nga 180 shtete. Pavarësisht nëse duam të hedhim fajin këtu apo aty të bëjmë me gisht. Edhe është shumë rëmje drastike, do të thonë prej vitit të kaluam apo raportit të kaluam. Kështu që sikur që i marrim raportet e progresit, gjithsesi cili mundet mi lexu ndryshe. Dikush e sheh gotën gjysmë të mbushur, dikush e sheh gotën gjysmë të zbrasur. Është perspektiva shumë ka rëndësi. Por në fund, ajo është që aty të gjysma. Kështu që na duhet me pranu që është gjysma, që nuk është e plot,
edhe varësisht për perspektiva që i kemi, du të mi afru ato perspektiva, deri kur ta gjejmë, si me thonë, atë emrusin e përbashkët edhe me mundu me i përmirësu. Në kuadrë, duha të kthejmë prap të arti, në kuadrë të Shopping Fest, ne i përmendet të rinjt, që të ta kenë hapësirën e tyre për ato masterclassat, dhe pse ju të përfitojnë nga artist të njohur botëror, por duha të ndalën pak edhe tek nxënësit e shkollës Frank Jakova. Keni reaguar gjithashtu ju, zonja Lusha, të cilët kanë qenë duke ardhur, duke kaluar kufirin Kroaci Serbi, ku atje janë ndaluar dhe ata në një mënyrë ose tjetër e kanë gjetur një përgjigje të veçantë. Kanë tingëlluar tingujt muzikor të instrumenteve të tyre. Si që thash, muzika shpesher e ka shumë funksione. Do më thonë, nuk e ka funksionin vetëm primar për relaksim apo për arktim. Me anë të artit përgjithësi, po që edhe me anë të muzikës njëri me mundet me shpreh edhe mesazh politik. Sikur në rastin tonë në hapje që po shprehem një mesazh të bashkëpunimit kulturor, muzika mund të jetë edhe protest. Kemi pa shpesher kur këngë të ndryshme, qoftë edhe të zhanreve tjera ose muzike dhe klasike, përdorën një farë mënyre për të forcuar se me thonë ngritjen e zërit kundër një padrejtësie ose kundër, e kujtohet kënga e Pink Floyd, Teacher, Leave the Kids Alone, është një farë himni dhe me thonë kundër, po e zonë, sistemit arsimor që nuk i lejan të rritë me mendu në mënyrë kritike që dënë me i robru ose me imponu. Edhe mu ka duk shumë simpatik i reagimi i nxënësve të shkollës muzikës Frank Jakova, që në vend se me u mërzite, me u trishtu që nuk po i lanë me kalu, thjesht e kanë zgjedhë ata që kanë pasë në dorën e tyre, instrumentet. Po e shohim edhe videon se sa realisht mobilizuar janë për këtë veprem të tyre. Ata kanë pas koncertin këtu me rastin e 75 vjetorit në Prishtinë, edhe një koncert jashtëzakonshëm të bukur që e kanë mirëprit gjithë unë personalisht smujta me shku se kam qenë smur masha dit dhe të nesërmën këta natën, dhe më thonë atë natë kanë udhëtu për të shku në Kroaci edhe në Sloveni. Në të dy vendet kanë koncertu edhe kanë shpalos talentin e tyre edhe për ta ka qenë do të thot një ngjarje jetësore se a di çka do me thonë për muzikantët e sidomos për trit, ata investojnë kaq shumë orë, kohë në lojën për instrumente, se nuk është letë, besoni që nuk është letë, edhe përkrahja e prindërve, përkrahja e shoqërisë, përkrahja e institucioneve, do me thonë për me imbulu gjithë ato kosto, krejt kjo shpërblehet kaq mirë me ato koncerte dhe mandej në fund duke u kthy ata përballën me qëtë realitetin e hidhur politik, në të cilën dikujt i pengon edhe i riu që merret me muzikë. Po këto janë problemet tona, të cilat shqyqani na deshtëm. Prandaj po them kur po dalte dialogu. Dialogu është e vetmja mënyrë për gjithçka me zgjedh problemet. Për mua është shqetësuese për shembull këto kohë prej kur kemi përfunduar zgjedhjet me pa qysh është kaq vështirë e me ardh momenti mu gëzu na, unë personalisht me u gëzu që ma në fund po takohen dy lidert e 2 apo 3 partive, për mu është ta që dhimbshme. Unë jam shumë gjatë në këto angazhime. Unë kur kam qenë e re, kam qenë pjesë e Lidhjes Demokratike, kam qenë antare e Forumit Rinor, edhe në ato kohë kemi punu atje në atë zyren ku është ajo Selia, tashti muzeu Ibrahim Rogova. Po në qëfar situatat vështira kemi punu vishin delegacione, ne gjithë të rritë kontribuanim, jo me përkëthem, jo me organizim, jo me pun në atëherë Lidhjen Demokratike. Edhe në ato kohët vështira, do më thonë, kur kishim policin, gjithmonë në gjdo hap duke në ndjek. E sot, për shembull në liri, me peqen problem, bindja jote politike, për shumë me trajtu tjetër, thuti je kriminal ose armik, vetëm se ti e ke një bindje tjetër politike, i takon një partije, kjo une nuk kam besu kur që Kosova mundet me mri. Dhe shpesher kur po jap mendimin tep në debate ose në prezentime të ndryshme, po them, na si popull kena arrit me fal gjana shumë të mëdha, gjaqe, do të thot vrasje, ngjarjet e cilat e kanë dëmtu qenien e kombit ton, edhe tash për shembull kur jemi
plotësisht të lirë, kur me mund, me sa sakrifica, me sa jetë njerëzve, me sa, si me thonë, trupat të cilet ende nuk janë kthyer familjarve, e kemi la këtë liri, e sot me ashtë lehtësi, dikush do të thotë e përbuz në mënyrën më të vrazhd, nuk është i gatshëm me bisedu me tjetrin që është i kombit vet, e që është i gjeneratës vet, e që është i joni, i Kosovës, e që të gjithë dojnë me punu për Kosovën edhe për qytetarët e Kosovës, e mos me mujt me bisedu, me ullë që si unë e ti, mundemi me pas krejtësisht mendimet të ndryshme, mos me u pëlqy në baza personale, kush e di sa gjëna, po jemi ullë me bisedu, me bashkë bisedu për temat të ndryshme, e pse duhet me qenë kjo në shekullin 25 aq e vështirë, kur ne po detyrohemi me bisedu edhe me armikun, që i ka shkaktu gjitha ato mizori, dhe po duhet me dalë në tavolinë përballë tyre, e s'po mundemi me menjë një tjetrën me folë. Më besa kjo për mu është aq zhgënjyse, edhe them nuk kam mendu që kam e përjetu një zhgënim të tillë në Kosovën e lirë. Unë gjithmonë edhe kështu në jetë njifem si person që gjithmonë jam diqysh si në mes të grupeve, gjithmonë mundohem me i bashku, mundohem me i lidh njerëzit, dhe është zdi e pa falshme, nuk muj me kuptu, nëse dikush më thot nuk muj me folë, ose nuk du me folë me diken. Ti mund është mos me u pajtu, por me folë, duhet me folë, sepse vetëm me folëmja në zgjedhë problemit. Zonja Lusha, do ta vazhdojmë këtë diskutim vetëm pas një shkëputje me marketing. Rikthehemi vetëm pas pak.